mirësia e afatizimit. Mirësia e afatizimit. Allahu te barek ve taala po të afatizon. Për këtë arsye Allahu xhallahu ala përmend në Kur'an se ky është mashtrimi më i madh që ndodh njeriu. Ja ju l'insanu ma gharraka bi rabbika al-karim. O ti njeri, çka po të mashtron ty në raport me Zotin? Që s'po kthehesh, që po e përgjum zemrën, çka? Pyetje. Dërsa dietarët e përgjigj kanë thonë, sikurse e kemi pranë shumë raste, e kemi dhënë nga xhallarët, ajo që e mashtron njeriu është shtyrja e afatit. E kupton se ka vakta. Nëse kedesh me afat. Kedesh me afat. Një nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në luftën e Bedrit ka qenë kundër Muhamedit alayhi salatu wasallam. Ka qenë kundër pejgamberit alayhi sallam. Pastaj në luftën e Uhudit u bë musliman. E ka pështu Allah i madh për paka këtë në Bedr. E ai kur e ka kuptuar çka ka pas mundësi me e gjetë në Bedr, me dek, në Safa, të armikut duke tentu me luftu pejgamberin, çka po don kremat madh. E tanë jetën sa ka qenë gjallë, sa ka qenë gjallë. Ky ka qenë Hakim ibn Hizam, radiallahu ta'ala anhu. Hakim ibn Hizam. Tanë jetën ka thonë, për shembull ku bëke be, po ose ju, na themi jo vallahi s'moj. Po vallahi do të vi, për shembull, po vallahi. Ai thekë, jo pasha ato që më ka pështu ditën e Bedrit atë. Kurse ka harruar ditën. Ma ka dhënë mundësi edhe e kam shfrytzuar se për pak është shkuar.